Fytyra e Rodriguesit u zbardh. Çfarëdo që ishte inxhinieruar, çfarëdo që ishte transportuar, kishte prekur foshnjën. Dhe Thor e dinte. Drita yve vazhdonte të ndriçonte lëkurën e foshnjës kur tekniku i bombave u tërhoq një hap mbrapa, duke u dridhur. Kjo nuk ka vetëm kontakt, pëshpëriti ai. Është transferuar. Me qëllim. Stomaku i Rodriguesit u përmbys. Nëna u rrëzua përsëri në karrige, duke qarë pa kontroll. Ju lutem dikush të më thot çfarë i kanë bërë foshnjës sime, çfarë ishte ajo gjë. Por askush ende nuk kishte një përgjigje. Askush, përveç Thorit, qeni polic nuk kishte mbaruar. Hunda e tij u kthye përsëri te karroca, duke nuhatur strukturën metalike, rrotat, nyjet, çdo vil. Pa pritur, ai u ngrir. Nga fyti i tij doli një gërhitje e ulët. Rodrigues u drejtua menjëherë. Ai gjeti diçka. Tekniku i bombave u afrua me nxitim. Ku po sinjalizon? Thor shtyu hundën drejt shasisë së poshtme të karrocës dhe gërvishi fort një vid të vogël pranë bazës. Duke krejtësisht normale, pjesë e strukturës. Por reagimi i Thorit tregonte qartë se nuk ishte. Tekniku u ul në gjunjë dhe kaloi gishtat me doreza mbi vid. Ajo nuk rrotullohej. Nuk lirohej, nuk sillej si një vid e vërtetë. Çfarë dreqin? Ai mori një çelës magnetik dhe e preku lehtë. Vida klikoi. Një panel pothuajse i padukshëm u hap poshtë karrocës. Gjaku ju largua fytyrës së Rodriguesit, brenda ndodhej një ndarje e fshehtë, aq e hollë dhe aq mjeshtërisht e maskuar, sa edhe një oficer i trajnuar do ta kishte humbur. Në të kishte një tjetër shirit metalik, pothuajse identik me të parin, përveç se ishte i qarë në mes, sikur diçka të ishte nxjerrë me forcë prej tij. Tekniku e afrohet me kujdes duke përdorur pincat. Kjo është e freskët. Çarja ka ndodhur pak minuta më parë. Thor rënkoi duke ecur në rrethe të ngushta, hunda vetëm disa centimetra larg ndarjes. Rodrigues pëshpëriti, atëherë kishte diçka këtu. Diçka e gjallë. Tekniku pohoi me fytyrë të zymë. Dhe nuk është më këtu. Paramediku që mbante foshnjën bëri një hap pas, i tronditur. Prisni, po thoni që diçka ka dalë? Kur? Ku? Mendja e Rodriguesit punonte me shpejtësi. Nëna kishte parkuar në garazh, kishte hyrë direkt në terminal. Karroca kishte qenë në lëvizje gjatë gjithë kohës. Çfarëdo që kishte dalë, mund të kishte dalë në çdo moment. Mbyllni të gjitha daljet, urdhëroi Rodrigues. Bllokoni të gjithë terminalet. Nëse diçka është e lirë në këtë aeroport, duhet ta gjejmë. Oficerët u hodhën në veprim, duke bërtitur në radio. Thor le me forcë drejt korridorit, pastaj përsëri, edhe më fort, duke tërhequr zinxhirin. Ai kishte kapur një gjurmë. Rodrigues mbajti frymën. Çfarëdo që kishte dalë nga karroca, Thor e dinte saktësisht se ku kishte shkuar. Korridori jashtë dhomës së inspektimit gumëzhinte nga komunikimet e çrregullta, por gjithçka u zbeh kur Rodrigues hyri për të parë nënën. Ajo e shikoi me sy të fryrë, të shënjuar nga lotët, duart që i dridheshin fort mbi prerë. Ajo nuk ishte thjesht e frikësuar. Ishte e shkatëruar. Ju lutem, pëshpëriti me zë pothuajse të padëgjueshëm. Më thoni çfarë po ndodh? Çfarë gjetet në karrocën e foshnjës sime? Rodrigues mori frymë thellë. Duhet të jemi të sinqert me ju. Provat në ndritën yve treguan mjaftueshëm. Foshnja juaj ka qenë e ekspozuar. Ende po analizojmë se çfarë do të thotë kjo. Por duhet të kuptojmë si u përdor karroca juaj për ta transportuar. Ajo tunte kokën vazhdimisht, paniku duke u shndërruar në histeri. Unë nuk transportova asgjë. Betohem për jetën e fëmijës tim. Nuk kam bërë asgjë. Rodrigues u përkul përpara. Atëherë dikush ju ka përdorur. Dhe duhet të dim kush. Sytë e saj lëviznin frenetike duke rindërtuar mëngjesin. Ju thash parkova makinën, vendosa Lukasin në karrocë dhe hyra direkt këtu. Ajo kapi flokët me dëshpërim. Nuk ndalova askund. Nuk fola me askën. Nga jashtë, Thor le fort, sikur ta shtynte të mendonte më thellë. Nëna u tkur. Pse ai që vazhdon të le? Çfarë di ai që unë nuk di? Rodrigues nxori frymën ngadalë. Thor sinjalizon vetëm kur është i sigurt. Ai po ndjen një erë.
Diçka që ka qenë në karrocë, te foshnja dhe ndoshta edhe te ju. Fytyra e saj humbi ngjyrën. Tek unë? Ndoshta dikush ju ka prekur, tha Rodriguez. Dikush që e ka vendosur atë gjë. Mendoni mirë. A ju afrua dikush, qoftë edhe për një çast? Ajo mbylli sytë fort duke u kthyer pas në çdo hap. Garazhi. Ashensori. Hyrja. Kontrolli i sigurisë. Papritur, sytë ju hapën. Ashensori pëshpëriti. Rodriguez u afrua menjëherë. Çfarë ndodhi aty? Ishte plot, tha ajo. Një burr hyri pas meje. Qëndroi shumë afër. Tepër afër. Zëri i saj dridhej. U përpoqa të shtyja karrocën përpara, por dyert u mbyllën. Ai u përkul për një sekondë. Mendova se po shikonte Lukasin, sepse njerëzit e bëjnë këtë. Duart e saj u shtrënguan në grushta. O Zoti im! Ai e preku karrocën. Pulsi i Rodriguezit u përshpejtua. A e pat fytyrën e tij? Jo, çau ajo. Kishte kapuç. Syze. Mjekër. Nuk mendova asgjë. Rodriguez u kthye menjëherë. Kjo mjafton për të filluar. Thorle sërish, më fort, urgjent. Nga jashtë, oficerët po bërtisnin në radio, përshkrim i dyshuarit, pamje nga ashensori, bllokim i të gjitha daljeve. Rodriguez u kthye nga nëna. Ju nuk ishit kriminalja, tha Bud. Ju ishit transportuesja. Fytyra e saj u shpërbë. Ajo shpërtheu në lodh. Ai më përdori foshnjën time. Noçka e Rodriguezit u shtrëngua. Kushto që ishte ai burr, kishte futur diçka të gjallë në atë karrocë dhe tani ishte e lirë në aeroport. Thor gërhiste drejt korridorit. Ai kishte kapur gjurmën. Ndjekja po fillonte. Thor u shkëput me forcë, duke tërhequr Rodriguezin pas vetes me vendosmëri të egër. Teknikët e bombave vrapuan pas, me pajisjet e skanimit në duar. Oficerët u hapnin rrugë ndërsa qeni policë përparonte, hunda e ngjitur në pllakat e dyshemes, duke ndjekur një gjurmë të padukshme me siguri absolute. Zemra e Rodriguezit rrite fort. Çfarëdo që kishte qenë në atë karrocë, Thor ishte në gjurmë. Ata arritën në një korridor shërbimi të qetë, pothuajse të braktisur nga pasagjerët. Era u bë më e fortë. Thor le fort dhe gërvishi nyjet e murit pranë dyshemes. Skano këtu, urdhëroi Rodriguez. Tekniku kaloi dritën. Të gjithë u ngrinë. Vija të holla, të shpërndara, shtrieshin në dysheme si gjurmë të diçkaje mikroskopike. Nuk kishin formë njerëzore. Nuk kishin formë shtazore. Ishin kaotike, të çrregullta, sikur diçka e vogël të kishte ikur në panik. Oh, kjo është keq, pëshpëriti tekniku. Rodriguez u ul pranë gjurmës. Atëherë jo vetëm që iku, por vrapoi. Çfarë vrapoi? Pyeti një oficer. Tekniku gëlltiti me vështirësi. Nënshkrimet biologjike janë tipike për organizma shumë të inxhinieruar. Prototipe. Krijesa laboratorike. Diçka e ndërtuar për të mbijetuar transportin. Rodriguez ndjeu stomakun t'i kthehej. Atëherë foshnja po mbante çfarë? Një monster. Një potencial, tha tekniku. Kjo nuk ishte rastësi. Dikush e futi në karrocë për ta kontrabanduar përmes sigurisë së aeroportit. Zemërimi i Rodriguezit shpërtheu. Përdorimi i një foshnje si mburoj ishte përtej monstruozes. Tekniku vazhdoi, zëri paksa i dridhur. Nëse kemi të drejtë, kapsula nuk mbante një agent kimik. Mbante një organizëm të gjallë. Të vogël. Të qëndrueshëm. Të kontrolluar për të qëndruar në gjendje letargjie deri në lirimin e tij. Të lirimit, përsëriti Rodriguez. Tekniku pohoi. Këto përdoren për mostra gjenetike, insekte mutante, mikrokrijesa bioinxhinierike, gjëra që i gjen vetëm në laborator të tregut të zi. Vlen miliona. Stomaku i Rodriguezit u përmbys. Dikush kishte rrezikuar gjithçka duke përdorur një nën dhe një foshnjë për të transportuar diçka të gjallë, të palishme, përmes aeroportit. Dhe tani ishte e lirë. Thor le përsëri, më thellë, duke ndjekur gjurmën më thellë në korridor. Drita u zbuloi gjurmë të fundit që çonin drejt një grile ventilimi. Kapaku ishte paksa i liruar. Ka hyrë këtu, tha tekniku.
Leximet ishin të forta. Organizmi ishte brenda sistemit të ventilimit. Rodriguez nxori frymën ashpër. Një organizëm i vjedhur me vlerë miliona bioinxhinierik i gjallë dhe tani po lëvizte lirshëm në produktet e aeroportit. Thor gërhiste drejt errësirës. Tani i gjithë aeroporti ishte fusha e gjuetisë. Dritat e emergjencës u ndezën pa pritur. Radiot u mbushën me statik. Siguria për të gjitha njësitë. Individ të armatosur janë parë pranë terminalit D. Rodriguez u ngrirë. Janë këtu. Thor e ndjeu para kujto tjetër. Veshët i u ngritën. Trupi u tendos. Një tjetër mesazh i dridhur nga paniku. Po pyesin për një grua me karrocë. E din për kapsulën. Gjaku i Rodriguezit u ftoh. Ata kishin ardhur për ta marrë krijesën dhe për të heshtur çdo që dinte tepër. Lëvizni, bërtiti Rodriguez duke vrapuar me Thorin pranë. Kaosi shpërtheu. Pasagjerët bërtisnin, strehoheshin pas stolave. Sirenat u lërinin. 3 burra me xhaketa të errëta me kapuç përparuan përmes turmës. Lëviznin qetë. Tepër qetë. Predatore. Secili mbante nga një valixhe të zezë elegante. Rodriguez i njohu menjëherë. Burri nga ashensori. Duart lart, bërtiti një oficer. Burri i parë nuk u ndal. Ai lëvizi dorën drejt xhaketës. Thor u hodh përpara me një leje të egër që i huaj në të gjithë terminalin, dhe gjithçka shpërtheu. Një të ftohtë i përshkoi trupin Rodriguezit, atëherë çfarëdo që ishte në karrocë, kishte disa pjesë. Tekniku gëlltiti me vështirësi. Po. Dhe duket se ishte menduar të transportojë si një njësi e vetme. Thor u pozicionua përsëri mes Rodriguezit dhe karrocës, i fortë, mbrojtës, i palvizshëm. Si gjithmonë. Tekniku rrudhi fytyrën. Kjo nuk është eksploziv. Është diçka tjetër. Por nuk kam mjetet këtu për ta identifikuar. Zemra e Rodriguezit rrite fort në veshët e tij. Nëse kjo nuk ishte bombë, atëherë çfarë po kontrabandoi në një foshnjë që flinte, dhe pse dikush do të shkonte deri në këtë ekstrem për ta fshehur? Ekipi antibomb u mblodh rreth karrocës dhe pajisjeve, dritat e forta të tavanit reflektoheshin mbi veshjet e tyre mbrojtëse. Terminali ishte tmerrësisht i heshtur, përveç qarjeve të largëta të fëmijëve dhe zërit të interkomit që u kërkonte pasagjerëve të qëndronin të qetë. Thor ecte në rrethe, hundën ulur, sikur e gjithë zona të kishte një erë të gabuar. Rodriguez e vëzhgonte me kujdes. Çdo sinjal i qenit kishte rëndësi. Çdo lëvizje kishte një kuptim. Në rregull, tha tekniku kryesor duke ngritur shiritin metalik me kujdes ekstrem. Do të bëjmë një analizë të plotë spektrografike. Ai vendosi shiritin dhe cilindrin në një dhomë portative analize, një kuti elegante e errët me një ekran të ngushtë digital. Kur dera u mbyll, një zhurmë e butë mbushi ajrin. Ekrani pulsoi me statik. Linja të pakuptueshme të dhënash. Pastaj filloi të formohej një grafik kimik. Tekniku ngushtoi sytë. Partneri i tij e imitoi shprehjen, pastaj mbylli sytë dhe i hapi përsëri, i hutuar. Kjo është e pamundur, murmuriti ai. Rodriguez u afrua ngadalë. Çfarë gjetët? Tekniku nuk u përgjigj menjëherë. Ai ja ktheu skanerin partnerit të tij. Bëje përsëri. Dua të jem i sigurt. Partneri e rinisi sistemin. E njëjta zhurmë. E njëjta pulsim. E njëjta e panjohur. Dhe atëherë të gjithë e kuptuan se kjo histori sapo kishte hyrë në një fazë shumë më të errët. Të dhëna të reja u shfaqen. Lexime të tjera. Më shumë mospërputhje. Pamundësi mbi pamundësi. Tekniku nxori frymën ngadalë, si dikush që sapo kishte parë diçka që nuk duhej të ekzistonte. Është biologjike, tha më në fund. Gjoksi i Rodriguezit u shtrëngua. Biologjike si lëndë organike? Po, u përgjigj tekniku. Por jo e rrezikshme, jo infektive. Është e inxhinieruar. Rodriguez rudhi ballin. E inxhinieruar për çfarë? Tekniku hezitoi. Fytyra i u zbe. Transport. Transport i çfarë? Nguli këmbë Rodriguez. Tekniku zmadhoi grafikun dhe tregoi majat e çuditshme të dhënave. Këto nënshkrime nuk përputhen me asgjë që kemi parë më parë.
Nuk është bombë, nuk është helm, nuk është radioaktive. Është një kapsul për mbajtjeje e projektuar për të mbajtur diçka gjallë. Një heshtje e rëndë ra mbi grupin. Gjallë pëshpëriti një oficer, pas barikadës, lotët e nënës u shtuan. Ju lutem dikush të më thotë çfarë po ndodh. Nuk kam vendosur asgjë pranë foshnjës sime. Nuk kam vendosur. Thor le një herë i mbret dhe urgjent duke u fokusuar drejt kutisë së analizës. Duart e teknikut filluan të dridheshin. Çfarëdo që ishte ruajtur këtu nuk është më brenda enës. Koka e Rodriguesit u turbullua. Do të thotë se është hequr. Jo, u përgjigj tekniku me zë të ulët. Do të thotë se ka ikur ose është nxjerrë para se karroca të arrinte tek ne. Oficerët shkëmbyen vështrime të tmerruara. Rodriguez vështroi terminalin me një frikë krejtësisht të re. Pasagjer. Valigje. Fëmijë. Turma. Diçka e gjallë. Mjaftueshëm e vogël për të fshehur. Mjaftueshëm e vogël për të qëndruar pranë një foshnjeje. Thor gërhiste duke qarkulluar karrocën përsëri, hunda duke ndjekur skajet. Ai u ndal te qepja më e ulët, te palosja më e fshehur. Leu sërish. Ka më shumë, tha Rodriguez me zë të ulët. Tekniku u gjunjëzua dhe tërhoqi tapicerinë e poshtme. Sa po ngriti shtresën e fundit, u ngrin. Zëri i tij u thye. O Zot, ka gjurmë biologjike të freskëta. Çfarëdo që ishte këtu, ka dalë së fundmi. Pulsi i Rodriguesit u përshpejtua. Diçka kishte qenë brenda karrocës. Diçka biologjike. Diçka e inxhinieruar. Dhe tani ishte zhdukur. Terminali nuk po përballej me një kërcënim bombe. Po përballej me diçka të panjohur dhe mund të ishte kudo. Në çastin që tekniku përmendi gjurmët biologjike të freskëta, vëmendja e të gjithë oficerëve u kthye ngadalë, pothuajse me ngurim, drejt nënës. Ajo ishte ulur në dysheme pas barikadës, krahët e mbështjell rreth trupit, duke u lëkundur lehtë, sikur përpiqej të mos lejonte botën e saj të shembej. Syt i kishte të kuq e të enjtur, rimeli i rrifte në përfaqe. Nuk dukej si kriminale. Dukej si një grua e tmerruar, duke parë jetën e saj të dilte jashtë kontrollit. Rodriguez ju afrua asaj. Thor mbeti pas, ende duke nuhatur karrocën, sikur kërkonte një gjurmë që vetëm ai mund ta dallonte. Dy oficer u afruan me kujdes. Zonjë, tha njëri me zë të butë, na duhet që të vini me ne në një dhomë inspektimi privat. Ajo ngriti kokën me panik. Jo, ju lutem. Nuk kam bërë asgjë. Po më trajtoni si kriminale. Betohem që nuk e di çfarë është ajo gjë. Rodriguez foli me zë të ulët që vetëm ajo ta dëgjonte. Nuk po ju akuzojmë, po përpiqemi të mbrojmë fëmijën tuaj dhe të gjithë këtu. Kur ai përmendi fëmijën, gruaja u thye. Ajo mbuloi fytyrën dhe shpërtheu në të qara. Nuk do ta lëndoja kurrë. Kurrë. Nuk e lash asnjëherë karrocën. Vetëm dola nga garazhi dhe hyra brenda. Vetëm kaq. Rodriguez ndaloi. A u afrua dikush tek ju? A e preku dikush karrocën, qoftë edhe për një moment? Ajo hezitoi, duke menduar me dëshpërim. Jo, mendoj se jo. E nxora karrocën, vendosa Lukasin brenda, e mbylla makinën dhe hyra direkt. Zëri i saj dridhej. Vetëm kaq. Rodriguez shkëmbeu një vështrim me një oficer tjetër. Historia e saj nuk dukej e sajuar. Dukej e vërtetë. Por faktet nuk përputheshin. Diçka ishte fshehur nën foshnjën e saj që flinte. Diçka biologjike. Diçka e inxhinieruar. Diçka që tani ishte zhdukur. Thor le sërish drejt nënës. Oficeri u tendos. Gruaja u trem. Pse po e bën këtë? Çfarë po ndjen ai? Rodriguez mori frym thellë. Thor nuk mendon se ju jeni e rrezikshme, e qetësoi ai. Ai po ndjek një erë. Diçka në karrocë ose të ju. Ajo e pa e tmerruar. Por unë jam e pastër. Nuk kam mbajtur asgjë. Nuk kam prekur asgjë. Një oficer ndërhyri. Duhet ende t'ju marrim për pyetje private. Ju lutem, ngrihuni. Këmbët e saj dridheshin ndërsa u ngrit duke u mbështetur në krahun e oficerit. Ajo mbante gjoksin duke marrë frym me vështirësi. Ju lutem dikush të më thotë çfarë po ndodh.
Çfarë kishte në atë karrocë? Çfarë ishte pranë foshnjës sime? Rodriguez nuk dinte si t'i përgjigjej. Sepse e vërteta ishte e tmerrshme. Çfarëdo që kishte qenë në atë karrocë nuk ishte më aty. Dhe dikush, ndoshta edhe nëna pa e kuptuar, ishte përdorur për ta transportuar. Dhoma e inspektimit privat dukej më e ftohtë se vetë terminali. Muret e bardha sterile amplifikonin çdo frymëmarrje, çdo rrahje zemre, çdo zhurmë karrigeje mbi dyshemen e qeramikës. Nëna e tmerruar u ul duke u dridhur në një karrige metalike, duke shtrënguar një batanie që ja kishte dhënë një oficer. Syt i mbante të ngulur te dritarja që e ndante nga korridori, ku paramedikët po ekzaminonin foshnjën e saj. Rodriguez qëndronte jashtë dhomës me thor, duke vëzhguar ndërsa paramediku ngrinte me kujdes foshnjën, duke kontrolluar krahët, këmbët, frymëmarrjen, rrahjet e zemrës. Foshnja gëgëroi lehtë, krejtësisht e pavetëdijshme për kaosin përreth. Por Thor nuk ishte i qetë. Bariu gjerman ekste pa pushim, vëmendja e tij e fiksuar në ajrin përreth foshnjës. Bishti i ngurtë, veshët e ngjitur, trupi i tendosur si një sus gati për t'u çliruar. Çdo pak sekonda, ai gërhiste ulët. Jo agresion. Paralajmërim i thellë. Rodriguez u gjunjëzua pranë tij. Çfarë ka, partner? Çfarë po ndjen? Thor e injoroi. Fokusi i tij ishte si lazer, i ngulur te foshnja. Paramediku ndaloi ekzaminimin dhe shkëmbeu një vështrim nervoz me Rodriguezin. Ai po paralajmëron sërish. Po, tha Rodriguez me zë të rëndë. Dhe ai nuk gabon. Nëna, nga brenda dhomës, shtypi duart kundër xhamit. Pse po le për foshnjën time? Ju lutem, dikush të më thotë çfarë ka. Rodriguez ju afrua dritares dhe foli me qetësi. Nuk po akuzojmë fëmijën tuaj për asgjë. Thor po ndjen diçka. Një gjurmë. Një erë. Diçka pranë foshnjës suaj që nuk duhet të jetë aty. Ajo tunte kokën me dëshpërim. Jo, foshnja ime është e shëndetshme. Nuk ka asgjë të gabuar. Por sjellja e Thor tregonte një histori tjetër. Ai u hodh përpara, duke nuhatur intensivisht batanien e foshnjës. Hunda e tij gjurmonte skajet, pastaj u shtyp mbi rrobën e vogël, pikërisht mbi gjoksin e foshnjës. Ai rënkoi. Një tingull që Rodriguez e kishte dëgjuar vetëm kur Thor kishte gjetur diçka jashtëzakonisht të rrezikshme, por nuk lejohej të vepronte. Largojeni, tha një oficer. Jo, tha Rodriguez me vendosmëri. Ai po na jep informacion kritik. Lëreni të punoj. Paramediku e vendosi foshnjën mbi një barel portative. Ndërsa foshnja u përkul lehtë, batania rëshiti dhe Thor menjëherë shtypi hundën në palat e vogla të pëlhurës pranë brinjëve të foshnjës. Pastaj ai le, një leje shpërthyese që tronditi korridorin. Nëna bërtiti nga tmerri. Çfarë është? Çfarë po bën ai? Zemra e Rodriguezit rrite fort. Ai u përkul dhe vështroi vendin që Thor po tregonte nën rrobat e foshnjës. Kur foshnja u lëviz, diçka i tërhoqi vëmendjen. Një shkëlqim i zbedh. Nuk ishte lëkur. Nuk ishte pëlhur. Diçka ishte ngjitur pas foshnjës. Sillni skanerin UV, tha Rodriguez me ngull. Një teknik vrapoi me një dritë UV portative. Ai e ndezi dhe e kaloi mbi gjoksin e foshnjës. Korridori u mbulua nga heshtja. Në dritën UV, vija të holla u shfaqën mbi lëkurën e foshnjës. Gjurmë, modele. Residue mikroskopike. Tekniku gëlltiti me vështirësi. Kjo përputhet me nënshkrimin biologjik të enës. Një mëngjes i zakonshëm në aeroportin ndërkombëtar hëna në rritje u shndërrua në një skenë që askush nuk do ta harronte kurrë. Gjithçka dukej normale. Drita e diellit hynte përmes dritareve të mëdha prej xhami, duke u reflektuar në dyshemen e lëmuar. Pasagjerët lëviznin me nxitim, valixhet rrotulloheshin, fëmijët qeshnin, ndërsa njoftimet monotone jehonin në altoparlant. Një qetësi e rreme mbulonte gjithçka. Oficeri Rodriguez patrullonte zonën me partnerin e tij më të besuar, qenin polic Thor, një bari gjerman i trajnuar për zbulimin e rrezikut. Thor ishte i njohur për qetësinë dhe për qëndrimin e tij të jashtëzakonshëm. Asgjë nuk i shpëtonte nuhatjes së tij. Megjithatë, atë mëngjes diçka ishte ndryshe. Thor u ngurtësua. Veshët ju ngritën, trupi ju tendos dhe frymëmarrja ju thellua. Rodriguez e vuri re menjëherë ndryshimin.
Qetësohu, partner, përshpëriti ai, por qeni nuk reagoi. Ai nuk ishte i shqetësuar pa arsye. Ai po paralajmëronte. Ndërsa ecnin përmes terminalit, Thor filloi të tërhiqte lehtë zinxhirin duke ndryshuar drejtim. Pasagjerët nuk dukeshin të dyshim. Familje, turist, biznesmen, gjithçka dukej normale, por Thor nuk po i shikonte ata. Vështrimi i tij ishte fiksuar diku përpara, në një pikë që ende nuk ishte e qartë për syrin njerëzor. Pa pritur, një grua u shfaq duke shtyrë me nxitim një karrocë foshnje. Fytyra e saj ishte e tendosur, lëvizjet e shpejta, si dikush që po vonohej ose po përpiqej të largohej nga diçka. Në atë çast, Thor reagoi. Një leje e thellë dhe e fortë përplasi ajrin e terminalit. Pasagjerët u kthyen të trembur. Para se Rodrigues të mund të reagonte, Thor u hodh përpara, duke e tërhequr me forcë zinxhirin. Thor, ndalo, thiri ai, por qeni nuk dëgjoi. Gruaja u ndal befas, syt i u mbushën me frikë. Ajo shtrëngoi fort dorezën e karrocës. Ju lutem, kontrolloni qenin tuaj, tha me zë të dridhur. Unë nuk kam bërë asgjë gabim. Thor gërhiste ulët, muskujt i kishte të tendosur dhe dhëmbët i shfaqeshin, por jo ndaj gruas. Ai po mbronte karrocën duke mos lejuar askënd t'i afrohej. Ishte sikur po ruante diçka ose po paralajmëronte për diçka. Njerëzit filluan të përshpërisnin. Çfarë ka aty brenda? A është diçka e palishme? Mos është bombë? Rodrigues ngriti dorën. Të gjithë, ju lutem, një hap prapa. Hapësira u zbraz rreth tyre. Gruaja po dridhej, frika e saj nuk dukej si faj, por si tmerr i pastër. Është vetëm një foshnjë, tha ajo me lot në sy. Ai po fle. Rodrigues u përkul ngadalë. Si quhet fëmia juaj? Lukas, u përgjigj ajo. Ka vetëm disa muaj. Ju lutem, mos e prekni. Në atë moment, Thor u hodh. Me një lëvizje të shpejt, ai u ngjit brenda karrocës. Pasagjerët bërtitën. Oficerët vrapuan drejt skenës duke menduar se qeni kishte humbur kontrollin. Por Thor nuk po sulmonte. Ai u pozicionua mbi karrocë si një mburoj duke gërhitur me forcë. Në mbatanie, diçka lëvizi. Jo lëvizja e butë e një foshnje, por një tingull metalik, i thatë, i ftohtë. Rodrigues ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Ai u afrua ngadalë. Thor më lejo të shoh. Qeni përdori feçkën për të shtyrë batanien më njanë. Ajo ra në dy sheme. Një foshnjë ishte aty duke fjetur qetësisht. Por pranë trupit të tij, e fshehur në strukturën e karrocës, ndodhej një objekt cilindrik, gri, pa asnjë shenjë dalluese, me një dritë që pulsonte dobët. Ajri u ngrirë. Zoti im, përshpëriti një oficer. Kaosi shpërtheu. Pasagjerët u larguan me panik. Agjentët e sigurisë krijuan një perimetër. Gruaja ra në gjunjë duke qarë. Nuk është imi. Nuk e di çfarë është ajo. Drita e pajisjes ndryshoi ngjyrë. Thor leh me urgjencë. Foshnja nxori një zë të lehtë, i pavetëdijshëm për rrezikun. Një teknik për bomba mbërriti me vrap. Detektorët jepnin sinjale të paqarta. Pajisja reagonte ndaj lëvizjes. Drita pulsonte gjithnjë e më shpejt. Të gjithë ngrini, bërtiti Rodrigues. Terminali u zhyt në heshtje. Edhe frymëmarrjet dukeshin të rrezikshme. Thor qëndroi i palvizur përballë pajisjes, sy për sy me rrezikun. Ai nuk kishte gabuar. Ai kishte shpëtuar jetë, dhe në atë moment të gjithë e kuptuan se instinkti i një qeni kishte parandaluar një tragjedi që do të kishte ndryshuar gjithçka. Qarja e foshnjës u zbe gradualisht. Pajisja pulsoi edhe një herë, drita e saj u ndes shkurt dhe pastaj u fik plotësisht. Të gjithë oficerët mbajtën frymën. Nëse nuk ishte bombë, atëherë çfarë kishte zbuluar Thor? Objekti qëndronte i palvizshëm në dy sheme, drita e kuqe tani krejtësisht e shuar. Heshtja e papritur ishte pothuajse më e frikshme se bipat e mëparshëm të çmendur. Nervat ishin në kulm. Askush nuk guxonte të lëvizte, as të merrte frymë me zë të lartë. Çfarë do të thoshte kjo? Një komunikim zyrtar u transmetua përmes radios, por Rodrigues nuk u përgjigj. Ai nuk e dinte. Por Thor e dinte. Qeni polic qëndronte i ngurt, çdo muskul i tendosur, sikur po priste diçka që askush tjetër nuk mund ta ndjente.
Vështrimi i tij ishte i fiksuar, i mbret, i përqendruar. Nëna, ende e mbajtur pas barierës së sigurisë, çante pa kontroll. Ju lutem dikush ma ktheni foshnjën time, thiri ajo, zëri i prerë nga dëshpërimi. Unë nuk kam vendosur asgjë në atë karrocë. Betohem. Ju lutem, më besoni. Rodriguez shkëmbeu një vështrim me një oficer tjetër. Frika e gruas ishte tepër e vërtet, tepër e papërpunuar për të qenë një aktrim. Por faktet mbeteshin fakte. Diçka e rrezikshme ishte gjetur vetëm disa centimetra larg fëmijës së saj. Thor gërhiti butë përsëri. Jo drejt gruas, por drejt karrocës. Rodriguez u afrua me kujdes, duke u siguruar që të mos alarmonte teknikët e bombave. Thor, murmuriti ai. Çfarë po ndjen? Qeni nuk ja hoqi syt nga tapiceria e karrocës. Ai nuhati fort një herë, pastaj përsëri, veshët e ngjitur pas kokës. Filloi të ecte në rrethe të ngushta, duke nxjerrë një rënkim të ulët, të shqetësuar. Një tingull që i ngriti qimet në zverk Rodriguezit, Thor nuk rënkonte kur pa arsye. Vetëm kur situata ishte më e keqe se sa dukej. Foshnja nxori një tjetër rënkim të vogël, e hutuar nga ajri i ftohtë dhe tensioni përreth. Ky tingull i vogël theu heshtjen e rëndë. Disa oficerë u drodhen, sikur të zgjoheshin nga një gjendje tronditjeje. Duhet të sigurojmë fëmijën, tha tekniku i bombave. Mund të ketë më shumë objekte brenda karrocës. Nëna reagoi menjëherë. Jo, ju lutem. Mos e prekni. Ai është vetëm një foshnjë. Rodriguez u kthye nga ajo, duke ngritur dorën në shenjë qetësimi. Zonjë, më dëgjoni. Nuk po ju marrim fëmijën. Po e mbrojmë. Por ju duhet të bashkëpunoni. Gjunjët e saj u dobësuan dhe ajo u rrëzua në tokë, duke shpërthyer në lodh. Nuk kam bërë asgjë. Nuk e di çfarë është ajo gjë. Nuk e di si ka përfunduar aty. Ju lutem, ndihmojeni. Gjoksi i Rodriguezit u shtrëngua. Ai kishte parë prindër të shqetësuar më parë. Kjo nuk ishte thjesht shqetësim. Kjo ishte terror i pastër. Pa pritur, Thor u hodh përsëri drejt karrocës. Jo me agresivitet, por me urgjencë. Ai vendosi njërën putër mbi një qepje të brendshme të tapicerisë dhe gërvishi fort një cep të fshehur. Rodriguez ngrin. Ka diçka tjetër këtu, pëshpëriti. Oficerët u tendosën menjëherë. Tekniku i bombave ngriti mburojën e tij mbrojtëse. Rodriguez u përkul mbi karrocë, gishtat i dridheshin ndërsa tërhiqte me kujdes pëllurën më njan. Atëherë Thor gërhiti më fort se kur më parë. Një paralajmërim i qartë. Çfarëdo që ata mendonin se kishin gjetur, ishte vetëm fillimi. Brenda pak minutash, njësia antibomb e kishte shndërruar terminalin në një zonë rreziku të kontrolluar. Shirita të verdhë u vendosën përreth. Oficerët e sigurisë ridrejtuan pasagerët e frikësuar, duke krijuar një perimetër të gjerë rreth karrocës dhe pajisjes së heshtur në dy sheme. Dy teknik bombash, të veshur me pajisje të plota mbrojtëse, u afruan ngadalë. Çdo hap i matur, çdo frymëmarrje e kontrolluar. Rodriguez qëndroi brenda perimetrit me Thor, duke refuzuar të largohej nga qeni. Foshnja u nxor me kujdes nga karroca nga një paramedik. Ajo qante lehtë, por ishte relativisht e qetë. Lotët e nënës dëgjoheshin dobët nga pas barikadës, ndërsa dy oficerë përpiqeshin ta qetësonin. Në rregull, tha tekniku kryesor i bombave, duke u gjunjëzuar pranë cilindrit. Le të shohim me çfarë kemi të bëjmë. Partneri i tij e skanoi pajisjen me një analizues portativ. Ekrani pulsoi, u errësua dhe më pas u fik. Tekniku rrudhi ballin. Kjo nuk ka kuptim. Rodriguez u afrua. Çfarë ndodhi? Po tregon gjurmë kimike, tha tekniku, por asgjë shpërthyese. Dhe leximi elektrik është i paqëndrueshëm, sikur të ushqente diçka brenda, por jo për shpërthim. Pra nuk është bombë, pyeti Rodriguez me shpresë. Jo domosdoshmërisht, u përgjigj tekniku, me zë të tendosur, por sigurisht që nuk është e padëmshme. Thor lëshoi një leje të shkurtër dhe të mbret, duke bërë që të gjithë oficerët të tensionoheshin përsëri. Çfarë ke, djalë, murmuriti Rodriguez. Thor e injoroi cilindrin. Ai u kthye drejt karrocës, duke shtypur përsëri me këmbë qepjen e fshehur. Fokus i plot. Bishti i ngurtë. Rënkim i ulët, urgjent. Tekniku kryesor ngriti kokën. Ai po paralajmëron për diçka tjetër.
Rodriguez pohoi. Ai mendon se ka më shumë. Mirë, tha tekniku. Le ta shohim. Ai u afrua me kujdes dhe ngriti tapicerin me një palë pincash. Të gjithë qëndroni prapa. Sa po hapi më tej qepjen, frymëmarrja ju ndal. Çfarë dreqin? Një shirit i holl metalik, jo më i madh se një gisht, ishte fshehur në një xhep sekret të qepur nën pëlhur. Pa shenja, pa mekanizma të dukshëm. Vetëm një sipërfaqe e lëmuar argjendi, paksa e ngrohtë, sikur të kishte qenë aktive pak çaste më parë. Çfarë është ajo? U dëgjua një zë nga pas barikadës. Tekniku nuk u përgjigj. Ai e skanoi shiritin me analizues. Pajisja bipoi me dhunë, duke pulsur në të kuqe. Nëna shpërtheu në britma. Pse po ndodh kjo? Çfarë është ajo gjë? Dikush të më thotë çfarë po ndodh. Sytë e teknikut u zgjeruan. Është e njëjta lexim si cilindri. E njëjta nënshkrim kimik. I njëjti puls energjie.